Ardha, kish pështu. A vëllë do një veprim në 40 datorëve të fundit për parafrem që me mund me gjithë një zgjidhje? Jo, nuk ka asnjë tentim për arsye që jo tashmë e dini, kryeministri shpreh edhe publikisht që nuk ka interes të zgjidhet, nuk ka interes nga populli që të zgjidhet kjo çështje. Përderisa ne sot do të duaj këtë të diskutonim për çështjen e dështimit me energji elektrike, ne duhet më mbledh dhe me diskutu a me votim të fshehur, a me votim të hapur. A është në kjo bojnë përshtypje së zhvillimit globale që me ndru pak qasën të në kuvend, jo vetë ishte në dëgë për këtë deputetët? Absolutisht është gjendje shqetësuese dhe qasjen mendoj që duhet me ndru i pari për arsye që të parit të takon përgjegjësia për krimin e institucioneve. Jo, i takon të parë, në Kushtetin e Republikës Kosovës, partisë të parë i takon ta zgjidhë këtë çështje kryetare të kuvendit. Kush ndëshkohet potenciale për këtë dështim mbi 2 muaj? Duke u ndëshku Kosova, populli i Kosovës, që kjo është më fatkeqësia më e madhe është kjo. S'ka lidhje cila parti ndëshkohet. Përderisa populli i Kosovës është u ndëshku tash prej 9 shkurtit. Faleminderit edhe juve.